Në Tetov në këtë periudhë të vitit, gjithçka të asocion tek dasmat, nga veshjet tradicionale, flamujt e rekvizitat, e deri tek veshjet elegante të nuses dhe dhëndrit e bëjnë këtë sezon më të kapshëm për klientët. Në Tetov nuk mungojnë as edhe defat apo dairet si quhen ndër popull. Ky lloj instrumenti ka mbetur tashmë vetëm për simbolik, pasi shumë dasma bëhen pa daire. Mungojnë vashat që i bien, është ndryshuar tradita kur dasma niste me qerrimin e drithit, e përfundonte me ceremonit e thyerjes së kulaçit dhe ditës kur nusja fshinte oborin. Por dasmat në rajonin e Pollogut vinë bashk me mërgjimtarët. Në kulmin e sezonit veror, Tetova është mbushur me mërgjimtar. Përveç pushimeve me familjen dhe miqt, agjenda e tyre dominohet edhe nga dasmat dhe ahengjet familjare, të cilat gjatë muajve të verës zhvillohen pothuajse çdo ditë. Megjithatë, organizimet e një dasmës sot është bërë një sfidë financiare. Rritja e çmimeve për sallat, muzikën, fotografi, dekorimet dhe shërbime tjera ka bërë që industria e dasmave të mos përjetoj hovin e dikurshëm, ndërsa shumë familje po detyrohen të kufizojnë shpenzimet ose të organizojnë ceremoni më modeste. Se po zbehet industria dasmave dhe po anashkalohen disa tradita që më parë ishin aktuale, dëshmon edhe frekuentimi dhe shitblerja në rrugën e mirënjohur të butiqeve në Tetov. Si vjetë është më dobet, në kohë si qera vite o konë ma shumë, në çmimet e larta janë ka. Edhe ustallarët e tupanave dhe zurlave, duke kujtuar me nostalgji kohrat e vjetra, thonë se puna e tyre bie nga viti në vit. Kena pas ama sikur qera vjet jo, si mjet pak ma lisht. Prap bere qatë vjesë, zoti vëzat, prap. Po si u duken dasmat tetovare? Nuk janë sikur dasmat për para, si janë kanë pleqet për para. Qëtarë që bëjnë një orë ditë, mësane hotelin, muzikat, pak me tupana himne atë janë për të mirë. Nga ana tjetër vërehet një shkurtim i sezonit të dasmave, ku interesimi më i madh është nga 20 korriku deri më datë 10 gusht, që përkon me kohën kur mërgjimtarët janë për pushime. Edhe rezervimi i restoranteve paraqet sfidë për një dasëm. Këtë vit ka dallim zvoglimi i numrit të dasmorëve, mendoj të dasmorëve. Çmimet normal kanë hip shumë më shumë se vitin e kaluar, për shkak që tritjes së çmimeve të mishit e gjonave tjera me radhë. Mendoj se këtë vit ka qenë mirë, jo keq, po vitin e ardhshëm ka më pak kërkesa se këtë vit. Qytetarët e anketuar nga televizioni Koha kanë mendime të ndara rreth dasmave. Disa thonë se dasmat janë pjesë e traditës dhe duhet të bëhen në mënyrë më të mirë, kurse të tjerët nuk i arsyetojnë harxhimet e tepruara për një dasëm. Ta ka krizë, po në Tetov si duket nuk ka. Gjithçka, si të nisim prej arit, prej adeteve, ne duhet pakës punojmë ndoshta për diçka tjetër, ma pak tapim për këto gjona të luksuze. Katastrofa, argjime këtë, për e te për të për qëtësi, për shdo lëmej. Duhet me konë ai 10 vjeti i mbledhat do të holla, për një dit i argjon. Super. Normal, super, tradita tona, gjithë ku që ka argjime që në tepër. Çdo gjë argjime që në tepër. Edhe atë tepër, jo pak për tepër. Dasma madhështore, dallimet janë pak kanë dallime pi tradicionales të kjo e reja, po përgjithësion mira. Po ato që kanë të harxojnë, ato që s'kajnë të kalojnë pak më butë, përgjithësi t'jenë krejt kënaqët, t'jenë shëndet, familje të lumtura, kjo për ma kryesorja. Dasmat tetovare, janë pak të prume. Të prume? Se është si të të cekli, hude e parave të kota. Është pak e të prume dhe duhet ka pak stabilizohen jetë. Po është pak si e tepër, po qashtu i kanë zakonin to. Edhe pse sezoni veror mbetet periudha kur mërgjimtarët sjellin gjallëri në qytet dhe dasmat vazhdojnë të jenë pjesë e pandashme e traditës familjare, kostoja gjithnjë në rritje e organizimit po ndryshon mënyrën se si festohet. Për shumë familje, ruajtja e traditës tashmë kërkon balancim mes dëshirës për një ceremoni të veçantë dhe mundësive financiare, duke bërë që dasmat e sotme të jenë më të kujdesshme në organizim se sa vite më parë.